Presidenti i Zvicrës Guy Parmelin tha sot në Beograd se vendi i tij synon të zgjerojë pjesëmarrjen e forcave të saj antekforit në Kosovë në një konferencë të përbashkët me shtyp me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Ai u përgjigj pyetjes së një gazetari në këtë mënyrë dhe theksoi se Zvicra është gjithmonë në dispozicion të Beogradit dhe Prishtinës nëse si shtaj ai, ata shprehin dëshirën e tyre për të bërë këtë. Presidenti Vučić theksoi se në 12 vitet e fundit Serbia dhe Zvicra kanë përmirësuar ndjeshëm bashkëpunimit dhe theksoi se Zvicra me 3 miliard euro është ndër investitorët më të mëdhenj në Serbi. Vučić gjithashtu theksoi se rreth 130.000 serb që jetojnë në Zvicër, të cilët siç tha ai, përfaqësojnë një urë lidhëse midis dy vendeve. Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Marko Đurić ka filluar sot vizitën e tij në Izrael me një takim me ministrin e jashtëm Izraelit Gideon Sara. Pas takimit kokë me kokë midis Đurić dhe Sarës, një takim plenar i delegacioneve të dy ministrive u mbajt në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Izraelit në Jerusalem. Gjatë vizitës së tij në Izrael, Đurić do të takohet edhe me zyrtarë të tjerë të lartë izraelit në Jerusalem dhe Tel Aviv. Në Kuvendin e Kosovës sot në mëngjes ka vazhduar seanca jashtëzakonshme për zgjedhjen e presidentit, e cila u ndërprej mbrëm pas rundit të parë të votimit, i cili u zhvillua pavarësisht mungesës së korumit. Vazhdimi nuk zgjati shumë sepse seanca u ndërprej përsëri vetëm për të rinisur pasdite. Opozita po bojkoton seancën me akuza ndaj shumicës qeverisë se votoi pse nuk ishte 80 deputet në sallë, që siç pretendojnë ata shkeli kushtetutën. Në pjesën e mbrëmshme të seancës, ku morën pjesë 64 deputet, u vetuan kandidatët e vetëvendosjes për presidente Feride Rushiti dhe Hatixhe Hoxha. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi para vazhdimit të seancës plenare se nuk po bëhet një përpjekje për të zgjedhur një president dhe se opozita duhet të vijë në seancë pasi ka një detyrim kushtetues për ta bërë këtë. Afati i caktuar nga gjykata kushtetuese për të zgjedhur presidentin skadon sot në mesnatë. Ish kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani tha se kryetaria e Kuvendit të Kosovës Albolena Haxhiu e keq interpretoi vendimin e vitit 2011 kur Hashim Thaçi u zgjodh president dhe vazhdoi seancën edhe pse ishte e qartë se ajo nuk mund të mbajë pa praninë e 80 deputetëve. Dy herët e para duhet të ketë shumicën prej 2/3, herën e parë për të kaluar në rundin e dytë, domethënë herën e dytë për të kaluar në rundin e tretë, ndërsa kuorumi në rundin e tretë është 61 vota, shpjegoi Hasani dhe shtoi se gjykata kushtetuese konfirmoi se deputetët nuk mund të detyrohen të marrin pjesë në seancën e Kuvendit. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Vigan Çoroli tha se njëra nga dy kandidatët e asaj partie, Feride Rushiti, si asnjë tjetër i plotson standardet për të qenë presidente e Kosovës dhe se ajo është kandidate konsensuale për të gjithë popullin e Kosovës. Megjithatë, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Artan Behrami thotë se kryeministri Albin Kurti dha fund pyetjes së presidentit ditën kur Albolena Haxhiu bë presidenten e detyrë dhe se qëllimi i tij është që ajo të qëndrojë në atë pozicion sa më gjatë të jetë e mundur. Lideri i Aleancës për Armërinë e Kosovës Ramush Haradinaj deklaroi se ka pasur një shkelje serioze të kushtetuesës dhe se Albolena Haxhiu dhe Albin Kurti të mos vazhdojnë në një drejtim të rrezikshëm. Kosova po shkon drejt zgjedhjeve. Gjatë fushatës zgjedhore mund të pritet presion i ri mbi serbët nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Albin Kurti. Miloš Pavković nga Qendra për Politikë Europiane dhe historiani Aleksandar Guxić nga Graçanica vlerëson nuk mendoj se do të zgjidhet një president asot dhe jam i bindur se Kosova do të shkojë në zgjedhje të reja, tha Guxić, dhe shtoi se mund të pritet që vetëvendosja të kërkojë përsëri mendimin e gjykatës kushtetuese në mënyrë që të shtyjë zgjedhje deri në verë kur pritet të mbërrijë diaspora në Kosovë. Pavković vlerësoi se kurumi për zgjedhjen e presidentit nuk do të arrihet asot dhe vlerëson se opozita mund të arrijë një rezultat më të mirë në zgjedhjet e reja parlamentare se sa ato në zgjedhjet e dhjetorit.
Moti nesër do të jetë me vranësira dhe i ftoftë me reshje shiu dhe bubullima në jug dhe juglindje të Serbisë. Pjesa më e madhe e ditës do të jetë pa reshje dhe më i ngrohtë. Do të fryejë redobet dhe mesatare nga veriu dhe veri perëndimi. Për temperatura mëngjesi do të sillet nga 8 deri në 12, kurse ajo maksimale ditore nga 14 deri në 22 gradë Celsius.